Sot e kemi ndryshuar disi, le të themi, orarin, është ora kur ne bëjmë analizë politike, por ndjem shumë të nevojshme të flasim për çështje të tjera të cilat janë jetike. Janë jetike për biznesin, janë jetike për ekonominë, janë jetike për gjithë qytetarët. Do flasim për sezonin turistik, i cili duket se ishte pak në hije për shkak edhe të zhvillime politike. Kështu që kemi zgjedhur sot që nëpërmjet një paneli me kryetar bashkisë, por edhe ekspert dhe kryetar shoqatash sjellim jo vetëm problematikat, por duke e parë ashtu siç unë e kam parë që kur e mbuloj këtë sektor me pozitivitet dhe me sinjale të mira. Në intervistat e fundit, unë kam gjetur kohën për diskutim së bashku me ju dhe me stafin që edhe në pikun e zhvillimeve politike të trajtojmë pak atë se çfarë ndodh me sezonin, si nga Vlora, ashtu dhe nga Durrësi na kanë ardhur sinjale të mira, madje me shifra për prenotime të larta krahasuar me një vit më parë. Kështu që do të shohim edhe këto të dhëna, do të shohim edhe problematikat dhe mënyra do të jetë qasja gjatë këtij sezoni me kryetarin e Bashkisë së Kavajës Fisnik Qosja. Fillimisht e kam studio, mirëserdhe, faleminderit. Kënaqësi që të kam në studio se do të flasim për Kavajën që duket në fakt si një vend i vogël, por që po njeh mjaft të zhvillim së fundmi dhe ka një interes. Me Skype kam Vasil Bedinajn dhe Eduard Xhepën. Mirëserdhe sërish. Faleminderit. Mirë u gjetëm. Kënaqësi që ju kam, po më lejoni tani pak me Kavajën, meqense e kemi mik të ri, le themi, se ne së bashku kemi trajtuar her pas here bisedet. Zëqës jam, Kavaja duket sikur jo është në hije, por për nga vija bregdetare, bashkie vogël, ka marrë një hof tjetër. E them këtë sepse kushdo që mund të ketë rruga, ka zhvillime, ndërtime, a mund të kuptojmë pak se çfarë numri turistësh pret, nga vinë, dhe cila është tipologjia e të bërit turizëm atje? Siç e thatë dhe ju, Kavaja ka një vijë bregdetare të mrekullueshme. Fillon tek Proja Gajt dhe mbaron mbas plazhit Generalit, kufi me Spillen. Pra është një vijë shumë interesante, po pjesa e plazhit masiv është pjesa e Golemit, Malit të Robit dhe Qerretit. Momentalisht, por gjithsesi po zhvillohet dhe Karpen, pjesa e Forsilukut, Sarina, plazhi Generalit, pra ka disa atraksione pozitive shumë të mira që njerëzit duan të vizitojnë dhe po i vizitojnë. Por ajo ku hambari i turizmit është Golemi, po themi, pjesa Golem, Mali i Robit. Vjet ka pas rreth 500.000 turistë. Besoj do të shtohet numri i turistëve këtë vit, shpresojmë, dhe kemi marrë dhe masat. Janë gati 100 stacione plazhi. Janë gati 30.000 shtretër, duke përfshirë edhe hotelet me 5 hyje. Kështu që ka një larmi pozitive të turizmit në Kush bregdetin e Kavajës. e viziton Kavajë? Turist ditor apo keni arritur që... Këto shifra që përmend janë turistë që vinë për turizëm, që vinë mes një javë, 10 ditë, 5 ditë, pra ditorët është pjesë tjetër, pra ditor kemi akoma dhe më shumë, kemi Tirana, është afër, lokacion shumë i kollajt, pra nga Tirana ti mund futesh për gjysë ore, 40 minuta në plazhin e Golemit. Se doja të kuptoja këtu që keni arritur të merrni turist elitar. Kemi goxha turist elitar. Se shumë e rëndësishme, se ata paguajnë, ata... Realisht edhe bizneset, edhe hotelerit kanë bërë super investime, tash që unë gjej rastin e diferencojë pronarët e resorteve, kanë bërë, pra ti kur vjen në Golem, kur futesh në një resort nuk ka asnjë lloj dallimi me një resort në Turqi apo vend tjetër. Pra është krejt origjinale, pra nuk... E keni hap sezonin? Presim që të hapim këto ditë, sepse kishim dhe problemin e fushatës. Ju pengoj? Na pengoj pak. Ju pengoj fushata? Fushata, jo politika, ishte e qetë. Fushata na pengoj pak për çështje teknike, çështje stafit, pra. Mbarvajtje më shumë, e kuptim. Bedina e Vlora e hapi, e çeli, kënaqur? E çeli. Faleminderit një që rifilluam sërish të diskutojmë për tema shumë të rëndësishme, si sezonin turistik. Vlora e hapi sezonin zyrtarisht, fundjavën që sapo lan bas. Zyrtarisht sepse sezoni në Vlorë ka filluar ki prej muaj mars. Jemi në ato momentet e aktit e punës së lodhshme, punës së përditshme, për disa punë që kanë ngelur akoma pa bërë. Por duhet, si dhe kryetari që keni aty në studio dhe ne duhet ta kuptojmë që sezoni turistik nuk fillon më në qershor, por fillon shumë herë se i qershori. Pra shumë punë që janë bërë si praktik
në vitet e kaluara nga institucionet lokale apo qendrore, që i lini për muaj qershor, duhet të harrojmë atë dhe të mendojmë që kemi qytete si Vlora po dhe Golemi po ashtu, që mund të ketë një 3 muaj apo 4 muaj me një sezon të ullët, pjesa tjetër quhet sezoni i lartë, dhe duhet jemi të gatshëm të përgatitur nga muaji mars. Fushata zgjedhore nuk duhet të ndikonte në rast se do të mbante secili pozicionin e vet dhe të ishim me gjitha punët e bëra tashmë. Unë e kam thënë dhe vazhdoj ta them që kapacitetet në Vlorë kanë qenë të kënaqshme për muajin mars dhe muajin prill, muaj maj, pritet muaj qershor akoma më i mirë, por nuk është mirë që i kemi plazhet akoma pa kompletuar, sepse presim që të ndahen plazhet sipas BKM-s fundit. Nuk është mirë që destinacioni Sazvanit si një turet detare nuk është hapur akoma. E çuditshme, unë mbaj mend se u interesova personalisht, mbaj mend nga vjet ne në maj u udhtonin bashkë me familjen. Edhe tham, meqense se kanë dhënë akoma ta shfrytëzojnë, po si ishte e thënë, hapen në qershor. Janë disa punë që edhe ne vetë nuk e kuptojmë, që nuk kërkojnë asgjë tjetër, thjesht vëmendje. Ç'bëri qershori, ç'bëri maj, ishulli Sazanit është ai që kemi lënë vitin e kaluar, nuk ka ndonjë ndryshim, por janë këto procedurat që duhet të rikujtojmë njëri tjetrin që është për të bërë, pse duhet presim që ta vuajmë ne si operator turistik, ta vuajmë sepse nga eksperjenca e vitit kaluar apo vitet e pashme u kemi të klientëve vitin tjetër, nuk do kemi më problem. Ja që të ndodhe një të gjë, iku muaj maj dhe akoma së shapu së destinacion. Pra, unë me shumë kushdo që në ndjek nga institucionet lokale, le t'i futemi punës kësa jave të bëjmë ato që kanë ngelur pa bërë, që të ndarja e plazhit, që të gjitha këto punët e vogla që nuk kërkojnë as fonde dhe nuk kërkojnë në një angazhim kush e di, thjesht disa letra, disa procedura në letra që t'i hapet rrugë gjithçkaje. Pra, nuk e di, tendenca e kanë bërë, ne jemi shumë të stresuar me punët tona, kurse këta që duhet jenë më të stresuar, janë më të qetë se ne, nuk e kuptoj. E kanë dëshirën e tyre të na afusin tensionin çdo fillim sezoni. E kuptoj. Xheba, Durrësi, sido që t'jetë, mbetet një destinacion i rëndësishëm për nga vija bregdetare, për nga numri hoteleve, për nga gjithçka, infrastruktura, nga zhvillimi, kuzhina atje që është, besoj njihet në të gjithë botën se çfarë ofrohet ka bërje honë. Si e nis këtë sezon? E para njohës ka para aktivitete, se s'dua të gaboj. E çelët zyrtarisht, u hap nga bashkia, apo dhe ata po merren me punë të zgjedhjeve një herë? Tani hapja e sezonit turistik në Shqipëri po quhet e hapur. Ajo që është e rëndësishme është që Shqipëria tashmë është kthyer në destinacion turistik. Dhe ajo që ne na gëzon më shumë se çdo gjë tjetër është që frekuentimi i turistëve tuaj ka qenë që në mars. Kjo është një gjë që neve na bën të kënaqur që zgjatet sezoni turistik. Me siguri mund të themi që në Shqipëri tashmë është fituar eksperienca turistike dhe, si me thënë, çdo vit e më shumë, po rriten standardet turistike të shërbimit. Durrësi në veçanti është qyteti më i madh turistik që ka një shtrirje goxha të gjerë dhe kapacitete më të mëdha në Shqipëri. Meqense kemi dhe kryetarin e bashkisë së Kavajës, mund të them me plot gojën që Durrësi dhe Kavaja është një vijë bregdetare që është bashkangjitur. Dhe përveç ne që e dim se ku është kufiri midis Durrësit dhe Kavajës, turistët nuk e kuptojnë fare. E shohin një dhe është një megjithmen për të vlerësuar gjithë puna që është bërë nga operatorët turistik në gjithë këto vite dhe puna e bashkisë Durrësit dhe Kavajës kuptohet për infrastrukturën dhe për gjithë nevojat që ka komuniteti. Si që tha dhe kolegu Bedini, shumë e rëndësishme është që ne në këtë moment para sezonit turistik duhet të nxitojmë dhe duhet të ngulim këmbë në gjërat që mund të rregullojmë tani para sezonit turistik. Çfarë është emergjente, Xhepa?
emergjente para sezonit turistik është që të ndahet via bregdetare siç është vendosur në ligj. Po ç'është kjo? Pse? Se unë nuk e kuptoj. Ne kemi raportuar si të është bërë dim. Ajo është absolutisht e qartë, është absolutisht e mirë. Ne jemi shumë kënaqur me këtë ndarje sepse ngelin të gjithë kënaqur, edhe bizneset, edhe turistët, edhe populli dhe të gjithë. Prandaj mendoj që ne me kryetarin e bashkisë kemi diskutuar dhe jemi optimistë se do arrihet kjo gjë, por s'me thënë një koordinim të mirë të dy bashkitë, besoj që do jetë shumë e nevojshme për ta unifiku këtë zbatim ligji, sepse këtë rallë bashkia ka... Ta mbaroj xhepat e po. Besoj që bashkia ka më shumë ngarkesë, sepse ka një eksperiencë të re këtë rallë në menaxhimin e zonave publike. Kështu që kjo është që duhet zgjedh tani përpara sezonit turistik. Kemi një problem shumë të madh me prezencën e qenëve të rrugëve, të cilat neve kemi ngritur disa herë si problem, na është thënë që do grumbullohen, po kërkesa jonë është që ato duhet të grumbullohen në qendra rehabilitimi, që janë këto shoqatat e mbrojtjes së kafshëve, duhet t'i trajtojnë t'i grumbullohen në qendra rehabilitimi. Sepse kemi pas raste që kanë kërcënuar dhe kanë kafshuar turistët e huaj dhe qytetarët vendas. Xhebase, unë e kam shumë e merak këtë. Jo vetëm aq, po dhe ajo vrasja që bëhet në rrugët e Tiranës apo edhe të Durrësit nëse ka ndodhur është kriminale. Ajo që ne duhet kërkojmë një zëri sot është paratë që kanë bashkitë, që pyes edhe kryetarin këtu, të shkojnë aty ku duhet dhe ato të sterilizohen, sepse të gjithë unë të paktën e deklaroj jam kafshdashse dhe nuk e pranoj fare që të vriten atë lloj mënyre siç ka ndodhur në Vlorë për shembull. Ato duhet të grumbullohen, ato kapen me rrjeta, grumbullohen dhe çohen në qendra rehabilitimi. Sterilizohen, ka para, ka fonde bashkia për këtë, ka para, i ka me zë. Normalisht qeni nuk mund të lehet i lirë në rrugë sepse prandaj ka emrin qenaj që edhe mund të gaboj, kupton? Nuk është se është njeri. Ky është një problem që duhet zgjidhur edhe duhet patjetër në një koordinim me policinë rrugore, janë shumë problem makinat dhe motorrat që bën një ndotje të lartë akustike dhe bëjnë çuditëra deri në shkrepje të forta që duken si armë. Si armë, kuptoj se çfarë thua. Ndotja akustike, qoftë mjetet rrugore, autovetura, apo motora, apo me muzikë me volum të lartë, duhet të jetë urgjente dhe emergjente që të kemi një sezon të mbarë. Duhet të ndalim të dy momente. Vijën bregdetare, a e keni të ndarë ju si bashki dhe tjetra, kjo e kafshëve tani se do e prekim. Përse përmendë shumë mirë xhepa për pjesën e ndarjes së shezllome, po themi. Po, të vjes bregdetare, po. Në faktën për Kavajën, se nuk marr përsipër të flas për tjerat, po thuaj se në masën 90% me 2-3 çedime të vogla, po thuaj se në masën 90% e kemi ezauruar dhe kemi rregulluar. Pra hotelerit, pjesa e plazhit publik, madje ne shumë shpejt do të bëjmë edhe për paraplegjikët. Po ata që kanë nevojë, që duhet disa rampa në 2-3 pika, besoj nga në Karpën është më sepse duhet të jetë terreni i plazhit i mirë për këto rampa, pra po bëjmë disa ndryshime të vogla, po që si e pastroni plazhin që i lini, e keni lënë njerëz sa ç'duhet, siç thot ligji për qytetarët, se edhe kjo është problem. Besoj kemi lënë hapësira siç e ka ligji dhe edhe me operatorin e pastrimit, po punojmë fort. Sa ty gjithmonë ka probleme, kur menaxhon nga bashkia, kam pasur debate me operatorin e pastrimit, kemi shtuar kosha, kemi shtuar mjete pastruese, kemi shtuar njerëz punëtor më shumë. Pra, aq sa mundemi, aq sa na e lejon edhe hapësira si e pagesës që i bëjmë operatorit pastrimit, si dhe hapësira ligjore për sa i përket. Po këtë të kafshëve që se ngriti xhepa. Për kafshët është një problem. Ne vjet jemi munduar të marrim, të sterilizojmë, të bëjmë, po aq sa mundsi ka një bashki. Pra ne dy punojës gjithsej kemi për sa i përket këtij sektori. Pra nuk mbase të rregulluar me ligj nga qeveria qendrore për kapjen dhe sterilizimin e qenëve. Është problem, realisht është problem edhe unë kam pas shqetësime në telefon. Ju keni një fond, besoj. Keni qendra? Qendrës kemi, po fond kemi minimal, po thuaj, po nuk mjafton. Pra do një gjë me ligj, pjesa
trajtimit kafshëve. Dhe është realisht problem. Mos më thonë që çdo ditë më vinë në telefon mesazhe. Më premton që nuk do të organizosh vrasje masive me hel? Absolutisht. Ma thua publikisht se ka shumë kafshëdashës. Kjo s'është çështje as më më pyet domethënë. E kuptova. Jo, po s'është çuditse, për shembull, jo qesh Bedinaj. Po nga Vlora disa problem keni qenë. Jemi më të butë ne. Disa problem keni qenë, janë vrarë atje kafshët. E di pse po qesh që dëgjoj një kryetar bashkie e një nga qarqeve apo qyteteve më turistike që ka ky vend, dhe dëgjoj që s'pas ka punonjës për të marrë me këtë problem, apo s'pas ka fonde. Nuk e tha kështu. Nuk tha kështu. Tha modestisht që i kemi në angazhim, por se çojnë dot deri në fund. Duhet një plan i qeverisë. Kemi pa fund fonde, më falë, kemi harxuar pa fund fonde për të bërë marketingun e duhur për këtë vend. Kemi bërë fonde, po bëjmë porte, po bëjmë aeroporte, po bëjmë struktura akomoduese nga më të mira. Unë do i bëj, unë çka kemi aktualisht. Çka kemi aktualisht? Në bashkisë do të kam lek për të marrë me qendë, e kuptoni si? Jo, mos e nxjerr nga konteksti, Bedinaj. Unë e kuptoj që ti je xhelose nga Vlora na vin vetëm lajme që ju i vrisni atje. I keni vrarë masivisht, nuk është për qeshur. Mirë, të bëjmë pak realist. Por do sqaroj sekond. Po të lutem, po. Pjesën e qenë. Tash ne, përse kjo është një çështje shumë e vogël pra. E rëndësishme, po tash unë kam 2 vjet kryetar bashkie dhe kam gjetë strukturën kështu po them, por do ta ndryshoj patjetër, por aktualisht jemi kështu, siç po them. Pra kemi 2 punonjës. Po të thotë që unë s'të gënjej dot, po nuk po gënjej. Do të them që po bëj një strukturë një 50 veta që do mbledhin qend, po ta them. Por mund bëhet me fushat. Por mund ta bëj me një fushat, duke mbledhur njësitë administrative, disa pra një menaxhim i mirë mund ta rregullojmë. E disa kollaje me dinë i merr lajmi dhe nëse kanë probleme të tilla, më falë, jo vetëm operatorët e Durrësit, po edhe të Vlorës, po në gjithë Shqipërinë. Keni bërë shikimin e buxhetit dhe rritjen e taksave për çdo gjë. Dhe ne ju kemi thënë, po, vazhdoni sepse këtij vendit, këtyre qyteteve duhet një punë, u duhen investime. Tani, pse duhet ta shtosh të arritësh buxhetin e kësaj gjëje që po diskutojmë, nuk besoj se të ka penguar këtë. Absolutisht, jo. Këshilli bashkiake ke aty në dispozicion. Absolutisht, dispozicion, patjetër. Tani, ta kalojmë këtë, më thuaj pak se ti gjithmonë ke patur shqetësime, Xhepa. Bëj një ndërhyrje të vogël. Mendoj që duhet të angazhohet dhe shoqata e mbrojtjes kafshëve në këtë operacion. Nuk e ka vetëm bashkia si detyrë. Ka po. Se shoqata e mbrojtjes kafshëve. Prit Bedinaj se nuk kuptohet. Marrin shumë projekte në Shqipëri. Shoqata e mbrojtjes kafshëve dhe nuk e di çfarë bëjnë përveç që i vaksinojnë dhe i vendosin atë pafkën e verdhë ke veshi. Ato duhet kenë edhe qendra rehabilitimi, qendra ku... Janë qendrat, po. Po janë qendrat. Sterilizohen e tjerë. Është një zinxhir ky. Unë nuk e prisja për hir të vërtetës që të ishte një problem kaq madhor, edhe pse do doja shumë që të ishte realisht e zgjidhshme dhe s'po vjen as pak keq që disa minuta shkojnë pikërisht edhe për këtë problematikë, edhe për këtë qenie, që dënohemi nëse i vrasim. Bedinaj, her pas here ke sjell shqetësime reale, edhe ajo po dal pra për te kësaj, edhe ajo ndarjes së vijës bregdetare. Ju keni shumë hotele, pak vijë bregdetare. Kështu është realiteti, në krahasim me kërkesën. Tjetër, çfarë do të rendisje? Më bet kepi që Golemi pas ka ecur dhe Kavaja pas ka ecur më shpejt se sa Vlora, po aktualisht ne në Vlorë jemi duke pritur kontratat që na vjen Agjencia Kombëtare e Bregdetit në bashkëpunim me Bashkimin. Pra aktualisht nuk e dim se çfarë do të ndodh, plazhet janë bosh, disa biznese i kanë vendosur, po mendoj i kanë vendosur në kokë të tyre disa çadra sezone. Pra ngelet në ditën e vazhdim është ajo që thash pak më parë. Shkot, jemi pak të qartë, nëse diskutojmë dhe kemi kritik, nuk do të thotë që nuk jemi mirë. Jemi shumë mirë, por që unë e Xhepa kemi një jetë me këtë punë, duhet që t'i bëjmë gjërat sa më mirë dhe ndaj dhe diskutojmë. Pra, për momentin në Vlorë nuk janë hapur akoma, s'kanë ardhur kontratat që janë shumë të vonuara dhe pikërisht për këtë thash. Që nuk duhet kishte ndikuar fushata politike në qytete turistike si Vlora apo Durrësi. Çdo njeri ka punën e vet për të bërë. Unë personalisht kam marrëgjuar 15 minuta ditë në votimeve, hajsa mbri rruga për shkurte kuti e votimit, mbarova punë dhe vazhdova punë dhe mia. Kështu duhet ishte dhe administrata të bënde punë e vetë,
dhe mos të presim tani data 17 maj sot, presim kontratat që të na vinë, që të bëhet të zbatimi i ligjit si që thotur VKM-ja fundit. Pra atje jemi të qartë, punë ka sa të duash, që kalojmë me pak nerva, kalojmë sepse janë punë që kërkojnë vetëm angazhim. Printo kontratat si pas VKM-s, zbatojnë 100% dhe jepi drejtim. Ne tani data 17 maj presim kontratat, pastaj do kërkojmë punëtorët, pastaj do fillojmë shtrimin e çadra sezoneve. Në Azuri qershori, kur në qershor ne duhet jemi me tabaka në shërbim të klientit, kaq. Po, keni kërkuar një informacion në Ministrinë e Linjës? Çfarë ju kanë thënë, Bedinaj? Çfarë ju kanë thënë? Dëshira për të bërë, mbase mori pak më shumë kohë se sa duhet dhe për shkak të bonesës së subjekteve për të plotësuar të gjitha kushtet që vendosi VKM-ja, por gjithsesi jemi me bonesë dhe kemi pasur kontakte, janë në përfundim me sipër, po i nisin kontratat drejt byrave rajonale, të Agjencisë Kombëtare të Buxhetit, nga aty kalon në bashki, nga bashkia vin tek ne. Pra duhet të nxjertojmë. Ja faturon zgjedhjeve Bedinaj këtë? Angazhimit politik që kanë patur? Shiko, kanë qenë të zënë, besoj se kanë ndikuar dhe fushata në bonesën e disa çështjeve, por gjithsesi, hajde ta marrim përsipër këtë javë, të futemi gjithë punës dhe ta përfundojmë deri në fund javës, edhe ne jemi të qetë sepse sektori i turizmit nuk ka një punë për të bërë dhe do ta bëj. Ne i kemi punët çdo ditë na dalin punë të reja. Kështu që duhet ti marrim një nga një, të mbarojmë një proces, pastaj kemi procesin tjetër. Nuk duhet të ngelemi të pengojmë njëri tjetrin. Jo, e kuptoj, është keqardhje në fakt, kur flet për një destinacion si Vlora që pret të shkojë në majat e turizmit për nga zhvillimet që priten atje, për ato që kanë ndodhur me aeroport, investime të tjera, se s'mund ta krahasoj me Kavajën, se Kavaja është më e vogël, ka zhvillim, por nuk kanë hyrë në punë këto njësitet. Kështu që ndoshta kjo ka bërë që tjetë... Kavaja ka numrin më të lartë të sektorit të akomodimit, dhe po ta krahasosh me Vlorën. Po shtohet jashtëzakonisht mirë. Por, shikoj, jemi arritur këtu ku jemi shumë të kënaqur, ato që tha dhe Xhepa pak më parë, numri turistëve është shtuar, ka filluar që Sa, më thuaj përqindjen, sa keni më shumë raport me vjet? Ka ndryshuar nga ajo që më therën e fundit? Ja, nuk ka ndryshuar, jemi në të njëjtin trend dhe ne nuk duam të shkojmë më tepër, duhet të jetë të njisim shkallët një nga një, mos ta bëjmë crowdit këtë punë. Mendoj se është mirë dhe numri është shumë i mirë për muaj maj, ne kemi qenë diku te 50-60% e kapaciteteve tona të rezervuar dhe ajo që është më kënaqshme është që kemi turist të huaj të mirë. Pra nuk kemi vetëm turist lindor që kanë qenë dikur, po kemi Francën që po dominon këtë vit, gjithandej kemi dhe Spanjën që po dominon këtë vit, të paktën në qytetin e Vlorës. Po, Anglia, Gjermania patjetër po kanë qenë dhe vitin e kaluar, por Spanja dhe Franca, Spanja është viti i tretë me pak e pak po ngjitet, po Franca këtë vit për ne hotelerisë ishte pak surprizë, sepse ka pasur një numër shumë të lartë. Pra e thënë e gjitha kjo, jemi në rrugën e duhur për sa i përket këtij sektori, ajo që na streson në ditë të ndryshme është disa punë që duhen pak më tepër përkushtim që të ecën gjërat mirë. E kuptoj. Në Kavaj kush kush e viziton Kavajën? Kemi, meqense më futi Bedinaj te kjo. Për vërtetës, paktën viti apo 2 vite fundit kanë qenë turistë elitar, siç e thanë dhe zotërit, Franca, Anglia shumë. Interesante, me më habit bilis, shumë turistë anglezë, edhe turistë të mirë, jo të dorës parë, po thëmë. Francezë, gjithashtu, italian, pra është e njëjta qasje në gjithë zonë. Se Italinë për shembull Durrësi, edhe përsa i përket, e thanë përpara që sezoni turistik nuk hapet zyrtarisht, ne ka ngel si traditë që hapet sezonit qershor, po thëmë, apo fillim të majt, apo mesi majt. Po sezon turistik, pak në ngolemi ka pothuajse gjithë vitin. Si Durrësi. Pra është totalisht fundjavë nuk gje vend. Edhe Vlora, se dhe Vlora si është bërë rrugë. Në fundjavë ngolem, hotelet e mira nuk ka dhoma, po them. Pra është, sidomos po bëhen të mira me sauna, jacuzzi, me këto. Pra edhe gjatë dimrit ne vazhdojmë pjesën e turizmit. Shumë shkurt kam reklama, do të kthehem edhe me zotin Xhepa të më tregoj disa detaje të cilat lidhen edhe me Durrësin.
Jam rikthyer edhe më njëherë, do doja të shkoja me zotin Xhepa tek problematikat dhe tek kush ka prenotuar, kush do t'jetë çelësi i suksesit sa i takon turistëve, kush është qasja, çfarë komësie na viziton? Dhe tek shifra Xhepa, si jeni? E rëndësishme është që është gjatë sezonit turistik dhe shumë e rëndësishme është dhe plotësimi i kërkesës tonë ndër vite që zgjedhjet të bëheshin në maj, se bëheshin në fund qershorit, fillim korriku dhe ne kena qenë shumë herë më keq se sot në para përgatitjet për sezonin. Kështu që mendoj që zgjatja e sezonit turistik ka bërë atë që të vinë turistë nga vendet nordike, të cilët e pëlqejnë temperaturën e lartë. Kështu që themi që jemi në rrugë të mbarë. Por flas për qytetin e Durrësit, ku klima është e mirë, standardet turistike pothuajse kanë arritur nivelet e duhura. Ajo që mendojmë ne që duhet patjetër të kihet parasysh, domethënë nga institucionet shtetërore, është lufta kundër informalitetit. Dhe lufta kundër informalitetit duhet të jetë në çdo lloj strukture akomoduese. Sepse përveç se ato struktura akomoduese, nëse janë jashtë kontrolli dhe nuk paguajnë taksa sipas rregullit, ato bëjnë dhe një punë jo të mirë, një shërbim jo të mirë turistik, ku i ulet edhe imazhi i Shqipërisë dhe turizmit në Shqipëri. Se Shqipëria, duke qenë një vend i vogël, është shumë e vështirë që turisti huaj ta ndajë Shqipëria, Kavaja, Durrësi, Vlora, ato thonë ishim Shqipëri në fundit. Kështu që çdo gabim që bëhet në fushën e turizmit, si më thënë, i bien pikët Shqipërisë. Prandaj, si më thënë, këto janë ato gjërat kryesore që ne duhet të bëjmë në këtë moment para fillimit të pikut të sezonit turistik. Se sezoni turistik, sipas nesh, ka filluar. Turistët janë pranishëm që në muajin prill. Kështu që themi që me një angazhim, eksperjenca është, edhe bashkitë e kanë eksperiencën, duhet të ecën përpara dhe krijojmë kushte sa më të mira për sezonin turistik. Unë kam përshtypjen që edhe Vlora, edhe Durrësi, edhe Kavaja frekuentojnë gjatë gjithë vitit. Vlora për shkak të rrugës që shkon shumë shpejt tani. Durrësin ne e kemi, si po flaste nga Tirana, apo lidhje që bëjnë që mund ta mbajnë gjallë, le të themi, si turizëm gjatë gjithë sezonit, apo jo që si? Realisht Kavaja ka, përveç turizmit Bregdetit që na ka falë Zoti, po ka dhe turizmin kulturor, po ka dhe agroturizmin. Pra pjesën agroturizmit, pjesa Kodrës Kavajës është një kodër e mrekullueshme, është kodër e butë, e mirë, pra ka dhe pamje nga deti, pra është shumë ka det e liqen duket, po. Edhe një liqen diku nga Krymllej, pra kemi 2 liqene, po akoma si kemi promovuar për shkak të terrenit keq atje. Po merrem gjithsesi. Pra ka dhe agroturizëm, ka kulinaria e Kavajës është ndër më të mirat në Shqipëri, pra. Ja, është në Durrës. Në Kavaj, ne them unë flas për Kavaj. Është edhe lejsha shumë larg Shëngjini. Dakor, po them që Kavaj hyn ndër më të mirat në Shqipëri. Dakor, të pranoj. Pra nuk po fokusohemi vetëm tek pjesa e Bregdetit. Dhe ne si bashki kemi marrë masat që këto agroturizëm plus këto ditë mos vetëm mos i përmendë se s'po paguajnë kokën rregull për reklam, mos thuaj emrat. Po i them emrat, edhe i falenderoj, po unë ne si bashki po them merrem infrastrukturë, shumë shpejt do shtojmë disa rrugë që tjetë çik më e kollajshme të shkosh në për këto bujtina shumë mira. Po që këtu duhet jo vetëm me buxhetin e bashkisë, ju si demokratë, si keni bashkëpunim me pushtetin qendror. Po të mirë kemi kështu në parim të mirë, po. Në parim dukemi mirë, shumë mirë shkëm me qeveri. A keni marrë para, ma keni profituar? Shumë pak për i vërtetës, por besoj që do ta... Po me këto fondet e huaja, keni qenë konkurrues, Bas relaksit zjedheve, donacionet? Kam maja dhe edhe qik më i relaksuar. Po, shpresojmë, se nuk besoj se ka në indarje të kësaj natyre. Unë realisht se kam ndjerë, për i vërtetë, të jemi sinqerë, nuk se kam ndjerë në i dalin malë, po... Tani, shpresoj lëroj që ta shtoj pak më shumë. E kuptoj, po aftësit që keni vetë me stafet për thithur fonde? Goxha, ne e kemi rritë buxhetin e Bashkisë Kavajës për shkak të ndërtimeve që po bëhen në zonë. Dhe kjo na ka bërë që më të letë pjesën infrastrukturës për të investuar. Ka qenë me buxhet jashtëzakonshme, ke përparuar? Kemi përparuar, kemi bërë një marrëveshje, pra kemi ecë goxha mirë. Keni mbyllur një grop të zezë që bënte? E kemi mbyllur përfundimisht, po, patjetër. E kemi pas du të flasë për këtë, sepse i bitë të politikë, pastaj nuk du të merrem me politikë. Jo, okej, se jemi për turizmin sot. Xhepa, ke pas një merak se herë që ne kemi zhvilluar komunikimet bashkë, një treg
Pra një treg i cili do t'jepte produktet vendase, do t'ja pyes edhe Bedina Ibria, ka pas një merak tjetër që lidhesh me autobusin dhe me gjithë përshkrimin e vijës. Si kam harruar këto, janë shumë të prekshme. Jo, këto janë jo merakje, për shembull, nuk po kalojmë ke tregu i prodhimeve vendas, po markata e peshkut është detyrim në një qytet turistik të madh siç është Durrësi. Markata e peshkut është atraksion turistik, është një nga arsyet që gjithë turistët e huaj kur hyn dhe shohin kush janë atraksionet kryesore që ne të shohim në këtë qytet, markata e peshkut është kryesorja. Dhe për fat mirë kemi një larmi dhe llojshmëri peshqish nga më të mirat në botë. Kështu që markata e peshkut është shumë urgjente dhe duhet të jetë në vend të dukshëm. Mund në Bregdet, dhe unë e kam dhënë idenë time, ke porti i peshkimit Durrës, aty duhet të jetë një markat peshku e madhe ku të frekuentohet nga gjithë njerëzit. Kështu që pastaj po të flasim për prodhimin vendas, kena me fol sa duhet sepse është baza dhe gjëja kryesore e zhvillimit të turizmit. Është baza kryesore e zhvillimit bujqësisë, blegtorisë dhe peshkimit. Identiteti shqiptar. Për të rritë vende pune, për të zhvillu bujqësinë, për të rikthyer gjithë ato emigrantët që po punojnë për botën dhe të punojnë tokat e tyre, për të largu ata njerëz që rrinë Tiranë, Durrës dhe merren me ca punë, më the thash, dhe të shkojnë të punojnë tokat e tyre, kështu që ka nevojë për një politikë të fortë zhvillimore. Po që këto janë afatgjatë, nuk po flasim sot për këto. Ti dakord e thua kështu, por ne që jemi gazetarë ose qytetarët, kur dëgjojmë që thuhet është një nga sektorët më të rëndësishëm, po të çojmë aeroporte, të ardhurat që na siguron si industri, ne nuk mund të themi që do të jetë afatgjatë, mund të ishte bërë një gjë e tillë në këto 2 vite për shembull. Se çfarë e pengon? E pengon ajo që s'është bërë, dhe pse s'është bërë tash. E di shoqëria shqiptare këtë gjë, se shoqëria shqiptare i nxjerr edhe udhëheqësit edhe deputetët, Kjo shoqëri i nxjerr dhe si më thonë ne pa e bërë, ku diun, se di çfarë më dive. E kuptova. Bedina, keni zgjidhur çështjen e autobusit që ke 2 vjet që ma thua këtu, sepse turistët atje kanë problem që ta përshkruaj. Qa t'i bëj kolegu t'jem më në aty, se e kisha një qështje që e kisha arruar më kujtoj për punë e merkatos peshkut. Ne kemi 2 vjet që kemi bërë merkaton e peshkut, janë arruar me 100 milion lek nga fondet e taksapagusve shqiptar, jo vetëm të Vlorës, dhe nuk e kanë hapur akoma. Kjo është, po pse o Bedinaj, se ti je i transparent edhe se kursen, pse se kanë bërë? Po, është hapu, është përfunduar, është inauguruar një 3 herë, dhe nuk është bërë në funksion akoma. Se ku është ngërë që pastaj, këte nuk e di. Se ke kuptuar, apo e di dhe s'do t'a thuash? Që të kuptuar, që e kam kuptuar, po le të dalë më mirë publike kur të dalë. Pra, këto janë ato që ne nga stresojnë në një par mënyre dhe ajo pika tjetër është transporti urban. Nuk e kam kuptuar, nuk më nëzdëm mëndi akoma, që kur bëjmë ato që tha pak më lartë, rrisim numrin e turistëve, investojmë në aeroporte, në porte, në infrastruktura hoteliere nga më të ndryshme, një transport urban në qytetin e Vlorës që ka qenë nga ngrem për sa vjet mbaj mendur 20 vjet që kam në këtë punë, akoma nuk e rregulluam dot. Në fund të fundit është një investim privat, është një kompani private që e ka marrë atë të drejtë dhe nuk e ka askush fuqinë që ti thotë aty zotërisë. Vazhdo punë, mund të vazhdosh, po me një kusht të rinovosh flotën dhe të bësh një hartë të transportit urban. Ne nuk kemi një hartë, një turist që akomodohet diku në një hotel, nuk ka një hartë të transportit urban që nga ky hotel që është akomoduar do shkojnë në qendër apo në zonën historike apo diku tjetër. Pra këto janë çështje që na stresojnë në një farë mënyrë se kur s'ka fonde Bashkia e Vlorës e kuptojmë, s'ka fonde. Kur i kemi harxhuar se dhe gjërat bëhen avash edhe këtë e kuptojmë. Ja, çdo vit ka buxhetin e vet. Po të kesh një privat që ja ke dhënë të drejtën, ke bërë një kontratë dhe ajo kontratë nuk zbatohet, tu do thotë që privati na ka kapur të gjithëve, se nuk ka logjikë tjetër. Ka kap mua si qytetar që nuk protestoj, ka kap dhe drejtuesit që e kanë në bashkësi apo që ka firmosur kontratën me të, se nuk ka logjikë tjetër. Mua dhe xhepës në rast se nuk i pagojmë detyrimet bashkisë, 30 ditë fillon kamat vonesa, fillojnë gjitha penalitetet dhe gjitha me radhë. Një privat që ka të drejtën e transportit urban në qytetin e Vlorës, duhet jetë më i madh nga gjithë ne që diskutojmë në studia apo operojmë në këtë fushë, ka logjikë tjetër. Pastaj
Pra, këto janë çështje që kërkojnë që dikush të flasë, dikush të bëjë një letër, diçka që të përmirësohet, se duke folur dhe duke lënë në mos patim, diçka nuk shkon në këtë pjesë. Po, ka vaja një port jate, çfarë po ndodh me të? Unë mbaj mend para disa vitesh që u trumbetua me të madhe, sot nuk s'di çfarë ndodh me të. Porti i jateve ka ngel është në Carin, pjesa Carinës, kufi me plazhin e Generalit, po edhe ka ngel në pending, si më thënë. Për shkak të kontratës me qeverinë, u ndru kontraktori në kontraktori. Se dhe ajo do t'ishte shumë atraktive, do t'ishte një hap shumë i rëndësishëm. Super do ishte, po ngeli. Po e negocion? Ja, nuk është tagri në bashkisë për të negociu, bashkia thjesht është indicje mund t'japi, po thjesht... Po, me kërkesa, sepse ajo ka të bëjë me imazhi, ka të bëjë me numrin e turistëve, ka të bëjë me tryezat që bëni, su bëni dhe tryeza konsultative, me ekspertët më të mirë të turizmit në rang vendi, asgjës. Nuk është tagri i bashkisë, kështu që... A i keni shqetësim? Nga qytetarët jo, po mirë është tjetë si pjesë lokacionit të bashkisë Kavajës, por për shkak të kontratave të mëdha që kanë bërë, është jashtë fokusit për momentin. Jashtë tagrit tonë, nuk na ngjen në njëri këtë. Gjëva, nëse për sa i përket transportit publik, atë që tha Xhepa dhe tha edhe kolegu tjetër, e ngritën është shqetësim shumë i madh, me thënë drejtën, unë kam bërë 7 stacione autobusi, ne në Kavajës, nga Golemi deri në Kavajës kishte stacion autobusi. Stacion thjesht ndalte autobusi ku t'ja merrte mendja. Dhe ne sot kemi stabilizuar paktën këtë pjesën e kësaj. Si për punëtorët dhe për turistët? Po, për gjithë. Po vëm 7 stacione autobusi me stremer, paktën një gjë minimale, normale, e hishme, e këndshme. Edhe po ndrojmë flotën e autobusave, besoj 2-3 autobus tjerë që të rinovohet me koncesioner, me ato kushtet normale që ka, sepse kemi qenë të merr i vërtet, siç e ngre shqetësimin me drejt. Mbetjen e po se Vlora e ka. Nëse ne vim në Durrës, a i keni rritur çmimet e hotelerisë dhe të restoranteve? Paketa turistike e Durrësit nuk kanë ndryshime nga viti i kaluar. Paka shumë ajo është. Domethënë që ke stabilizimi që pati luhatjen e madhe euro është stabilizuar dhe po ato çmime janë. Dhe Durrësi, zona e Durrësit dhe Kavajës është duke qenë se ka shumë kapacitete, automatikisht dhe konkurenca është e madhe, paketa turistike janë të favorshme domethënë. Kështu që mendoj që klientët janë të kënaqur dhe nuk kanë fare problemin e çmimeve të larta në Durrës, as probleme të cilësisë të shërbimit. E vetmja gjë është që ne do të jemi gati të shërbejmë dhe, më thënë, mos të jemi, domethënë, të jemi real në atë që japim. Që se besoj që ka probleme të çmimeve. Më thuaj pak, nga sa variojnë, Xheba, që të kuptojnë dhe qytetarët? Tash ka disa lloj çmimesh, sepse ke çmim dome, ke half board, ke full board, ke me mëngjes, ke pa mëngjes, ka disa lloj variantesh, ka disa lloj gjëra. Po që, si më thënë, është konkurruese. Domethënë çmimet janë konkurruese me rajonin. Kjo është shumë e rëndësishme për ne. E kuptoj, pra janë më të lira, po them. Më të lira se sa rajoni që ne kemi. E ke përmendur edhe herë të tjera gjëra këtë që është një armë fort, çka ju ka bërë që ju të mos lëkundeni sa i takon konsistencës, sa i takon vizitorëve. Po në Vlorë, Bedinaj, më thuaj pak, çfarë keni bërë me çmimet? Është e njëjta gjë, jo vetëm Vlora dhe Durrësi, por gjithë Shqipëria është me këmbë në tokë për sa i përket ofertave që ne japim. Nuk është se ngrihemi në mëngjes dhe lëshojmë një ofertë dhe dal ku dal, por ne bëjmë një studim të mirëfillt që gjithë tregut rajonal. Po Vlora është zhvilluar kohët e fundit dhe çmimi i një apartamenti është shumë i lartë, prandaj pyes, se ka një imazh që Vlora është merr, gjithë syt janë kthyer tek Vlora, prandaj po të pyes. Se të shërben. Unë edhe vitin e kaluar dhe këtë vit e them përsëri që jo vetëm Vlora, por gjithë Shqipëria ka portofole të ndryshme. Mund të jesh apartament me 30 euro, mund të jesh apartament me 100 euro në rast se e do në vit të parë, luksoz, apartamenti e kështu me radhë. E rëndësishme është që në Vlora apo në gjithë Shqipërinë ka portofole të ndryshme. Mund të vish të akomodohesh me 30 euro në vitin e dytë në një apartament, apo dhe në hotel, po ashtu që 30-40 euro e gjenë një dhomë hoteli. Duke shumë të lira këto, Bedinaj. Një çmim në rast se ju pretendon e keni buxhetin
të ullët dhe kërkoni hotel me 5 yje, pa tjetër që do t'ju vras veshin ai çmimi lart. Duhet që ai që udhton për të kaluar një fundjavë në një qytet, duhet ta bëjnë mendje në rast se do hotel me 3 yje, e di që do pagoj 30-40 euro, por në rast se do një hotel me 5 yje ku ka dhe span e të gjitha shërbimet e tjera brenda, do pagoj edhe 100 dhe 120 euro. Pra e rëndësishme është që destinacionet të ketë portofole të ndryshme. Dhe ne kësaj i kemi qëndruar, dhe e them me bindje të plot që jemi akoma shumë herë më lirë se sa rajoni, minimumi 30%. Në rast se merr një hotel me 4 yje të Vlorës dhe të shkosh ta kërkosh të njëjtin hotel në Malci, në Kroaci, në Itali apo në Greqi, jemi minimalisht 30% më lirë. Kjo na ka ndihmuar që kemi këtë fluks turistësh, sepse nuk është se kemi gjëra të tjera, infrastruktura sa po vjen tani po përmirësohet, ne po diskutojmë akoma për transportin urban. Kështu që ofertat tona dhe marketingu që i kemi bërë këtij vendi ka sjellë të numër turistësh, pra në rast pa turisti shkon në një destinacion, nëse ja mban xhepi. Realisht ja ka mbajtur xhepi dhe ndaj është rritur dhe numri. Kështu që ka portofole të ndryshme. Pra më thoni që ju nuk do t'i rrisni çmimet. Jo, nuk do ketë çmimet. Për çmimeve jemi komfort. E vetmja gjë që duhet të arrihet në Shqipëri është shtimi i prodhimit vendas. Po që sa arrim dhe këtë gjë, që në tryezat tona të ketë më shumë prodhim vendas se sa importi, atëherë themi që jemi në sukses pa diskutueshëm. Duhet të mësohemi me kulturën e turizmit. Një turist i huaj kur vjen në Shqipëri e ka prerë biletën 6 muaj para, apo e ka marrë paketën 6 muaj para. Kur e merr më përpara, ke edhe ato benefitet e tua, ke diskont, ke early booking, e ke të gjitha del paketa shumë e ulët. Kur nisesh nga Tirana në orën 2 mbasdite, kërkon hotel në orën 5 mbasdite të njëjtës ditë, patjetër që do të marrë çmimin më të lartë. Pra, edhe kjo ndikon. Sot pothuajse të gjitha hotelet e kanë opsionin early booking, që do thotë jep një përqindje të caktuar ulje në rast se ti e pranon. Po thua që shqiptarët ta bëjnë si kur ikin jashtë, i bëjnë në këtë lloj mënyre të respektojnë dhe pushimet brenda vendit. Këtë ke në konsiderat, po ndonjëherë edhe s'ta lë puna. Ç'do bëjmë Bedinaj? Me kalendar, shoqë, me kalendar, që këtë fundjavë do ikim Vlorë do të promovoj. Jo, me qesin e makinës e vetë. Po pra, të shkëm ati ke 30 euro, që qëtëvi. Gjepa, sa punëtor keni nevojë? Shbëre një studim se... Sektori turizmit ka gjithmonë nevojë për punonjës. Kështu që ky është një proces që vazhdon gjithmonë, nuk ka lidhje me sezonin. Gjithmonë ka nevojë për punëtor, gjithmonë ka nevojë për rinovimin e kualifikimin e punëtorëve, domethënë janë gjëra që normalisht janë gjithmonë në kërkim gjithmonë. Gjose, a kemi ne shifra se i takon të punësuarve, me këtë zhvillim që kanë, a shqetësim nga biznesi, si po e mbulojnë? Shifra s'kem, po biznesi që po hapet atje, që po vazhdon dita ditës, ka bërë gjë shumë të mirë, sepse shumë njerëz punësohen, gra, pura, njerëz, çuna të rit paktën që nuk na ikin në jashtë. Pra nuk shpopullohen, nuk kurret. Deri diku e ka mbajtur këtë lloj zhvillimi. Pra kjo tregon gjë pozitive. Pra banorët, qytetarët, banorët e Kavajës gjejnë punë, lehtësisht kush do të punojë. Në zonën e verës kush do të punojë e ka të sigurt vendin e punës. Është sigurt. Bedinaj, se ti ke shifra që ta mbyll me këtë. E kam Bedinaj. Si e keni situatën me punonjësit, se janë kohë gjithë kohën për këtë? Ja, është ajo që tha Gjepa që çdo vit ne kemi kërkesat tona, përsa themi që ky sektor po rritet çdo vit, patjetër një kërkesë për burimet njerëzore të rriten çdo vit. Ajo që është pozitive, unë ndihem edhe mirë vetë, që jemi përshtatur kushteve të punës njësoj si më mirë se ca në Greqi. Në muajt e fundit unë kam disa punonjës që më kanë ardhur profesionistë shqiptar që kanë qenë në Greqi, dhe më thonë që kushtet këtu janë më mirë se sa në Greqi. Mund të vish çdo ditë me kamerën tënde dhe në disa subjekte unë kam punonjës në kuzhinë apo në pasqerit që kam në Vlorë, që janë punonjës që kanë ardhur nga Greqia. Dhe kjo do të thotë që ne kemi erdhur dhe një hap më përpara, kemi rritur kushtet apo kushtet e punës për punonjësit, që do të thotë dhe pagat janë 2-fishuar dhe 3-fishuar,
Patjetër që do të kemi probleme çdo vit për sa i përket numrit të tyre, sepse rritet. Kjo industri nga viti në vit merr me mijëra punëtor më tepër. Nëse në vitin 2023 ishin 50.000, 2024 vajti 60.000, rritet me mijëra çdo vit për shkak të shtimit të numrit të subjekteve të cilët hapen çdo vit. Probleme patjetër do ketë, ajo që nuk është alarmante, pra nuk e shikoj shqetësim si më parë, keni është deri dikush të zgjidhshme, pavarësisht se tregu ka gjithë kohën nevojë. Bjem dakord për këtë. Kështu është. Shqetësim, ajo që ne duhet të merremi dhe të bëjmë në vazhdim është me shkollat profesionale. Sa më shumë na vinë ndihmë trajnimi i tyre, aq më mirë është. Ja, unë të falenderoj dhe të uroj suksese, punë të mbarë, besoj këtë optimizmin të do të kemë gjatë 3 muajve të verës, të pak të në kështu duket, të përshëndes. Gjeba, suksese, faleminderit që ishe me ne, të uroj punë të mbarë. Që kënaqësi komunikim me ju. Faleminderit dhe ju që erdhët sot dhe ndam disa specifika për një bashki të vogël, por që ka një numër të lartë të hoteleve, të turistëve dhe të vizitorëve. Në fund të sezonit do të ftoj sërish me shpresën që disa gjëra që u thanë këtu do të jenë zgjidhur. Me kënaqësi dhe besoj që do t'i zgjidhim. Faleminderit. Ndajemi bashkë këtu nesër zakonisht në orën 10 me të tjera zhvillime. Takojmë sërish.